Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të zhvillojë të hënën një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin për përfundimin e luftës në Ukrainë përpara se diskutojë për të njëjtën temë me presidentin e Ukrainës Zelenski dhe disa liderë të vendeve anëtare të NATO-s. Trump tha se telefonata me Putinin do të kishte të bënte me ndalimin e asaj që ai e quajti gjakderdhje në Ukrainë. Tema e thirrjes do të jetë përfundimi i gjakderdhjes, shkroi presidenti në platformën e tij Truth Social. Trump shprehu shpresën se kësaj herë e hëna do të jetë një ditë produktive dhe do të ketë një pushim dhe kjo lufte shumë e dhunshme, një luftë që nuk duhet kishte ndodhur kur të përfundoi. Komentet e Trumpit vijnë një ditë pasi bisedimet e para të drejtpërdrejta mes Moskës dhe Kievit në vite nuk arritën të siguronin një pushim. Putin kishte refuzuar ofertën e Zelenskit për të takuar kokë më kokë në Turqi, pasi presidenti rus kishte propozuar negociata në Stamboll, dhe pse jo në nivel presidencial një alternativë ndaj pushimit të plotë të pakushtëzuar kërkuar nga Ukraina dhe aleatët e saj perëndimor. Me herë të shtunën, diplomatë të lartë nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mbajtën një seri telefonatash pak pasi sekretari i shtetit Marco Rubio tha se Vatikani mund të jetë një vend për bisedimet e paqes. Bisedimet e së premtes përfunduan më pak se 2 orë para në pushim, por të dyja palët rënë dakord në shkëmbimin e 1000 robëve të luftës secila. Ndërkohë 9 civilë u vranë dhe 7 të tjerë u plagosën kur një dron rus goditi një autobus që evakuonte njerëzit nga Bilopilia, një qytet rreth 10 kilometra nga kufiri i Rusisë, sipas guvernatorit Oleg Kirinov.